Nuk është vetëm ai, mund përgjigjesh edhe ti sa ti. Se ti e ke më të afërt Kurtin se Blerimi. Hashim Thoçi. Kur ka shku në Hakat, kujtohet një letër që ka shkruar? Po mirë Ku dhe e kalon amanet Kosovën e Deromës. Apo dhu kanë lidhje speciale emocionale kështu Jo, ai e Deroma është kryeministri i Shqipërisë. Se Kosovën e Deromës e le amanet. Ku i ka pas në long, s'ka. Kështu ka lider politik. Po lider politik këto shiqa. Ka qenë Enver Hoxhaj. Jo, shiqa Enver Hoxhaj. S'kan qenë ta. Jo, Enver Hoxhaj, Memli Krasniqi, s'kan qenë pushtet, s'kan qenë pushtet. Edi Roma e kalon amanet, Hashim Thoçi e kalon amanet e Deromës Kosovën. Edi Roma me amanet, e ka kesh përdorur te për te. Se në Këshillin Evropian, ku do të shkon Edi Roma përmend që gjykata speciale është gjykatë politike. Edi Roma ka bërë rezolutë në Kuvendin e Shqipërisë që më ndiku që kjo gjykatë me edhe tash te kryeministri i Kosovës është pritur vetëm pak se ta dua edhe nga avokati edhe nga çeçi. A ke pritur që Kurti të reagojë? Është dashur të Kurti të reagojë? Unë po pajtohena që këta s'do më përzi drejtësisë. Po. Mirë, po për me qit një rresht aty, për Hashim Thoçin se do dosh të gjithë. Hashim Thoçin në qoftë se ke kundërshtor politik, ti je kryeminist, Hashim Thoçi nuk është kryeminist. Ti e ke mujt Hashim Thoçin. Ai është ka ballafaqohet me drejtësi. Kështu që kur gjë nuk është me hub një minutë kohë që me qitë një fotografi dhe mu solidarizu me Hashim Thoçin dhe mbështetësit e tine ose me familjen e Hashim Thoçit. Ose me shkru, ish president, inshallah të bënë babajt më mirë. Pse me shkru? Kjo është moralin tonë për ne jemi shqiptar, ne jemi të ndihshëm shumë.